Viti i ri po vjen e që është top 5-ja për vitin 2025. Me përmbyll vitin e kena bo një top 5-ja për senet ma interesant për vitin 2025. E hajde t'ja nisim për venit 5. Venin e 5 është The International 2025. Dota 2 mbetet gjithmonë ikonike. Në Hamburg u zhvillu The International 2025, kampionati botëror i Dota 2 me një prize pool të lor goti $3 milion. Edhe ekipet ma të forta që kanë luftu për Ages of the Champions, duke konsolidu Dotën si një nga turniret ma të rëndësishme në e-sports. Vend e 4 është Konteri që u bo zyrtarisht loja numër 1 në e-sports në botë. Në 2025 Konteri ka kalu çdo rekord çikushmërisë, duke i lojnë mrapa shumicën e lojnave. Majorat mushën, prize poolat ndaj, e lojtarë që jënë bo milioner vish pistikirat që i kanë morë majar. Konteri si vjet nuk u kon vish një loj që këna këshyr hajt. U bo industria ma e fort e e-sportsit këtë vit. E vend e tret e kena Fortnite-in që u rikëthy zdi sahar me kolebat ndryshëm që kanë thy internetin. Fortnite 2025 nuk ka mbjetu, po ka shpërthy apet. Skina virale, evente live, koncerte brenda lojës, edhe bashkëpunime që i kanë kthy gamerat e vjetër prap në lojë. Çdo drop i ri u kon trend TikTok. Epic Games e ka tregu që Fortnite nuk është veç një lojë, po është platformë kulturore që ketë janë atu kthyn top. E në vendin e dytë është eventi ma interesant për vitin 2025, eSports World Cup 2025 që ka thy rekorde historike. Verë, eSports World Cup 2025 në Riyadh u bo një fest globale me rekord çmimesh edhe shikueshmërisë, ku yje nga gjithë bota kanë konkuru mbi 25 loja. E ylli World Cupit u kon Cristiano Ronaldo. Ai u bo ambasador global duke nxit bashkëpunime mes komunitete sportive edhe atyre në gaming. E vendin e parë, krejt shqiptarët e dim. Makaze që ka hi në navi. Au ko një gamble, au ko një masterclass për navit. 2025 u shënu një lëvizje ma të noja për komunitetin e gamingut në Kosovë. Makaze u bo pjesë e navit, një për organizata ma ikonike në historinë e Konterit. Një talent i ri nga Kosova në fanelën e vertë navit, presioni u rrit me njëherë. Statistikat e para kanë tregu potencial, po edhe luhatje ka njerë. E kjo e ka bo një për transferime ma diskutume të vitit, po mas majorit edhe mas lojve shumë ndoja që i ka pos Makaze, e ka kallëzu vetën që për një me është lojtari fort. Po kete kanë pos pyetjen, a ka bu navi, a ka marrë njerin e duon. E që kjo, keto 5-ja për vitin 2025. Në që se kom harru diqka, mos harro me bu koment, edhe mos harro me bu follower ban FM këtë platformat, po ashtu subscribe në YouTube.